intelektuale shqiptare, ka organizuar biseda në Skype dhe e kishte pak a shumë iden. Në përgjithë të kompanit a i dërgonte ato manifestet e tij të themi, mënyrën se si rekrutonte këto ekspertët ëndrimtar dhe aty shpalose dhe ftesën për t'u bashkuar, si me thënë, iniciativës ti për të krijuar skuadra presidenciale. E kanë quajtur super spammer, pikërisht për këtë strategjinë e mënyrës se si ka zgjedhur që t'i kontaktoj individualisht njerëzit përmes emaileve pa një bujë të madhe. Po, atëherë kjo është e vërtet dhe duke e quajtur kështu i kanë dëmtuar shumë anën profesionale dhe dignitetin, biles edhe këto vlerësimet që janë bërë për shumë botimet e tij në Amazon apo diku tjetër, 40% kanë qenë të rreme, të themi. Me gjithë pretendimet ose bezdisjet që kanë pësuar njerëzit nga këto emaile, në vitin 2019, Agjencia Spanjolle e Sigurisë të Dhënave ka deklaruar, ose ka nxjerrë vendimin që Jaime nuk dërgon spam, sepse në radhë parë spami ka për qëllim fitimin. Ndërkohë që ai dërgon artikujt e vet, vendimet, idetë e veta, vetëm për qëllime ndriçimi të njerëzve të themi dhe jo për qëllime fitimi. Pikërisht, a mendon se kjo mënyrë që ai ka zgjedhur për t'u qasur të tjerëve, intelektualëve, personave që ai ka menduar që mund t'i shërbejnë kësaj ide të tij për një botë ndryshe, për një rend ndryshe, për një kapitalizëm të ri, pasi edhe tek libri që ne përmendëm flet për çrrënjosjen e varfërisë dhe ky është qëllimi ku ai mbështet të gjithë teoritë e tij. Po thoni kanë qenë dashakejse për shkak se ka provokuar aty ku nuk duhet të provokoj, ka prekur caqe që nuk duhet të kalonin? Unë mendoj se njerëzit janë, qoftë edhe intelektualët, janë në atë luftën e përditshme për mbjetesë. Ne punojmë me orare të zgjatura në punë dhe nuk kemi kohë të si me thënë që t'i japim, t'i përkushtojmë shumë vëmendje të tilla shkrimeve apo emaileve elektronike, sidomos kur ato në një farë mënyrë mund të arrijnë të bëhen dhe të bezdishme. Por Jaime nuk ja ka dërguar kujto, ja ka dërguar persona që mendon që kanë përgjegjësi morale në shoqëri për ta çuar shoqërinë përpara. Edhe sipas filozofit spanjoll Ortega y Gasset, intelektualët e një vendi kanë detyrimin moral për ta çuar shoqërinë përpara, për të punuar fort për ta çuar shoqërinë përpara. Kështu që ky, përveç atij formimit të përgjithshëm që ka, që është më se i mjaftueshëm për të dhënë idetë e tij, ky kërkon që këto ide të përhapen edhe në shoqëri dhe njerëzit e thjesht të mund t'i pranojnë ose t'i kuptojnë duke i dëgjuar në radhë të parë.